je autore e një monografie shkencore kushtuar atij që quhet koncepti i humbjes në poezinë dhe shkrimin autobiografik shqiptar të shekullit 20 dhe 21. Dhe ja ke kushtuar 3 shkrimtareve, veprave, jetëve të tyre të cilat mishërojnë këtë përvojën e humbjes në Shqipërinë komuniste, sepse flet jo vetëm për Muslinë Kokalarin, pra atë që konsiderohet si shkrimtarja e parë disidente shqiptare, Bedi Pipës, grua së parë të njohur që ka shkruar një ditar në letërsinë shqipe, dhe Drita Çomos, autore e një ditari dhe e poezive, edhe ajo me një vdekje tragjike në spitalin onkologjik. Por ti e quan Muslinen jo vetëm shkrimtaren e parë shqiptare, por dhe një zë që rikthehet nga heshtja. Është e vërtet. Këto 3 autore shqiptare, për arsye të cilat ti sapo i përmblodha dhe i sintetizove mjaft mirë, unë i zgjodha pasi ato mishërojnë humbje në nivele të ndryshme në kulturën shqiptare. Ato humbën dhe, si të thuash, mbeten e heshtje dhe në hije si shkrimtare, si intelektuale, por njëkohësisht dhe në pikpamje personale. Ato i mbyllën jetën e tyre para kohe në kushte shumë tragjike, në mënyrë një humbje dhe një fund tërësisht i pamerituar për secilën prej tyre. Dhe në fund e humbur ishte edhe vetë letërsia shqipe, që nuk arriti dot t'i njihte, duke i bërë pjesë të natyrshme të procesit letrar, sikurse do duhet ishte. Pra, siç do doja të thosha që humbja është disa përmasore në lidhje me të treja figurat e këtyre shkrimtarëve gra. Muslinë Kokalari është specifike për arsye se, sikurse sapo e përmenda, ai është disidentja e parë shqiptare, gruaja e parë politikane me një përvojë politike të jashtëzakonshme, themeluesja e parë e një partie politike, grua po ashtu, por unë mund t'ju them që ajo zë një vend të veçantë edhe në kontekstin e lindjes komuniste, sepse ajo rezulton të jetë deri tani e para grua disidente e dënuar me një gjyq politik, pavarësisht se këto gjyqe konsiderohen si show trials, në kuptimin që janë gjyqe të montuara, në të cilat akuzat, si të thuash, janë para përcaktuar dhe fundisht para përcaktuar dhe para procesit gjyqësor. Por, duke patur parasysh edhe fatin e saj si politikane, ajo përbën një figurë me një rëndësi kardinale për gjithë lindjen komuniste. Dhe nga ana tjetër ajo është dhe studiuese, është e para studiuesi që ka kushtuar poetit tonë kombëtar Naim Frashit një studim të